Përshëndetje, jemi te estetika. Ju e dini që thojmë bëja vetës një të mirë, e nëse doni m'ja bë vetës një të mirë, hajdeni te estetika. Do ke si e? Mirë, faleminderit. Si keni qenë ju? Ne jemi shumë mirë, një standard shumë të lartë mjekësor për çdo pacient, ashtu siç e keni edhe banierën atje. Kirurgji plastike, ginekologji, dermatologji dhe shumë shërbime të tjera. Cilat janë risitë e estetikës këtë vit? Tani ne si poliklinik I kemi grumbullu pothuajse gjitha shërbimet që ka një person mund të kërkoj. Mund ta quajmë si one stop shop. Do thotë ku ndalon për blerë diçka, edhe I gjen gjithë aty. Duke filluar nga trajtime dermatologjike, nëse për shembull personi nuk është on vazhdon atëherë te specialisti tjetër. Nëse është për kirurgji që lazerët nuk mund ta trajtojnë, atëherë vazhdon me atë. Nëse është për otorinolaringologji e kemi kirurgun këto. Hajde kirurg. Hajde. Pak po nguron, po se loj me nguru. Shembull trajtimet e ndryshme që nuk janë për mua, atëherë vazhdon kirurgu, si shembull blefaroplastia si për me poshtë me kapak të syve. Trego pak. Blefaroplastia po. Ke nevojë? Po, ke nevojë. Pak unë jam po. Po, shef janë një herë, a ka nevojë ajo. Për me e kam konstatu që e kam të nevojshme. Po, është kandidat potencial për blefaroplastikën e sepërme. Jo, rikuperimi që shkon, se nështë që kjo është pjesa që më intereson ma shumë. Po, blefaroplastika është ndërhyrje që realizohet me anestezion lokal dhe janë tregu publikut blefaro apo? Po, blefaroplastika. Blefaroplastika Po. është kjo lëkura e tepërt, kjo lëkura e tepërt rreth syve ose syve të poshtme ose kudo, Sa zgjat rikuperimi? Po, brenda 7 javëve heken edhe pejt. 7 ditë. 7 ditë. 7 ditë, 7 ditë. 7 ditë. 7 javë këtë mrat fekt, po 7 ditë. 7 ditë shumë shpejt. Bëhet me anestezion lokal? Po, me anestezion lokal bëhet. Pa dhe Intervenimi I kapakëve të syve është një intervenim që një ditë gjithë kemi me pas nevojë. Për shkak që humbim luftën ndaj gravitetit, na bjen laksiteti, kollagjeni, elastina, gjitha që na marrin atë forcinë e lëkurës na bjen, edhe një ditë kemi gjithë nevojë të bëjmë. Për shembull, familjarët me nanë, me babë, me tezë, me gjithë kemi bën. Arsyeja është se hapet syri, ndryshon pamja për të mirë. A shkakton edhe lodhje pak? Se unë e ka njerë, së një qeli ka pak të syve për shkak të qësoj. Po, kur është shumë e shprehur me shkaktu edhe pengesa në shikim, edhe dukurimat plakur. Kur me ardhë, se tash më banë të... Nesër e marrim pa termin e marrim. Mujna me të marrë nesër. Po, kjo, unë e kryta atë kërkesën për veti, po për gjithë ata që janë duke në ndjek, kanë kërkesa të ndryshme. Cilat janë ato më të shpeshta? Tani, për shembull kur kanë probleme rreth lëkurës, atëherë I trajtojmë me aparatura ndryshme këtu, veç se I kemi disa nga rezultatet. Mbas 2, 3, 4 seancash. Leti fokuson pak ndryshimet para dhe pas, ose pre dhe post. Po. Për shembull, rezultati I parë është çështjet e akneve, para pas edhe hiperpigmentime ose rigjenerim të lëkurës, kjo poshtë që e shohim këtu. Trajtimet pas intervenimeve ndryshme, kirurgjive plastike, thotë kurdo që bëjmë ne ndonjë intervenim, patjetër që një cikatris, një plagë do të jetë, po me aparaturën ne arrim t'i zbejmë, nuk mund të themi që të eliminojmë, po t'i zbejmë në atë masë që pacientëve mos t'i pengojnë më, ose kur persona kanë probleme me akne aktive ose shajet të akneve I trajtojmë. Por në qoftë se nuk është trajtimi për aparatura, për lazera, atëherë vazhdojmë me kirurgji. Me kirurgji, Sa i përket ndërhyrje të lamist të otorinolaringologjisë, më e kërkuara është otorinoplastika dhe autoplastika. Pastaj pason me blefaroplastikë sepërme të poshtme dhe facelifting, necklifting, double chin. Kështu më tash një pyetje, a ka naj politikan ose naj showbiz, naj figurë publike që ka bo naj farë kontrole kështu për facelift ose naj se në bëjnë pak thashtë ta? Por rinoplastikë dhe autoplastikë shumë. Po. Rinoplastikë, autoplastikë ka shumë. Për facelifting është pak për mosha më të shtyme. Cila figurë publike që të bjenë menë që tash kështë thonë e ka të nevojshme fort një facelift? Hajde. Facelift nuk. Qa për shembull
Shmunet më kanë, mëre. S'më bja mend kush. Plot, krejt kuvendi komunal. Okej, faleminderit shumë që jeni të ky panajër. Do t'jeni këtu deri me datën 18 për ata që dojnë me ardhë me bo vizita për nga afër. Munden në katin e 2 të Flori Expo Gallery Group të Expo Diaspora. Kështu që unë tani përkaloj linjën të Sara se kam një farbisede e din.